Ministri i Jashtëm i Turqisë Hakan Fidan është një koqir i platformës së paqes për Ballkanin në kuadër të forumit të diplomacisë në Antalya, transmeton agjencia Anadolu, duke u mbështetur në burime diplomatike. Përfaqësues nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Bosnia dhe Hercegovina, Mali, Zi dhe Serbia pritet të marrin pjesë në takim. Pjesëmarrësit pritet të shqyrtojnë vendimet e marra nga takimet e mëparshme, përfshir forcimin e koordinimit për çështjet e Bashkimit Evropian, si lidhshmëria dhe proceset e antarësimit, rritjen e bashkëpunimit në ndaj fatkeqësive dhe avancimin e projekteve të përbashkëta në fushën e rinisë dhe teknologjisë. Gjithashtu, pritet të zhvillojnë konsultime për zhvillimet e fundit në Ballkan. Diskutimet pritet të përfshijnë edhe mundësi shtesë për thellimin dhe diversifikimin e bashkëpunimit rajonal, zhvillimet më të fundit në luftën në Rusi-Ukrainë dhe ndikimet e tyre rajonale, si dhe një shkëmbim pikpamjeshe për zhvillimet në lindjen e mesme, përfshir përpjekjet e Turqisë për të ndihmuar në përfundimin e luftës. Platforma e paqes për Ballkanin e krijuar nën udhëheqjen e Turqisë mbajti takimin e saj të parë më 26 korrik 2025 dhe të dytin më 23 janar në Stamboll. Platforma u themelua për të plotësuar angazhimin shumëparesh të Turqisë në rajon dhe për të promovuar dialogët e drejtë për drejtë të orientuar drejt rezultateve bazuar në mbështetjen rajonale.